أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا للظالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. تداشر dhe ndëruar vëllezër të pranishëm në këtë xhami, Allahun e madhreshëm e falënderojmë për të gjitha dhuntitë dhe begatitë që madhëria e tij vazhdimisht na gëzon dhe na begaton. Allahun e madhreshëm e falënderojmë ashtu siç meriton madhëria e tij. Sepse sado që na e falënderojmë Allahun, përsëri falënderimet tona janë të mangëta përballë mirësive të shumta që Allahu i madhreshëm na i dhuron në vazhdimsi. Dëshmoj dhe deklaroj dëshmi dhe deklarat e përhershme e cila buron nga thellësia e shpirtit dhe zemrës se nuk ka Zot që meriton adhurim veç Allahu Dhul Xhelal, i cili është një, pa rival dhe pa ortak. Dëshmi me të cilën e dëshmojmë imanin ton këtë botë, dëshmi për të cilën e lutim Allahun ta kemi fjalën e fundit në këtë jetë, dëshmi e cila do të bëhet shkak që neve të na çelën dyert e xhenetit, dëshmi me të cilën ne do fitojmë mëshirën e Allahut dhe xhenetin e tij inshallahu taala. Dhe dëshmoj se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është rob i dërguar i tij, pejgamber me të cilën Allahu Dhul Xhelal e vulosi vargun e pejgamberisë. Vula e gjithë pejgamberëve. Përfundimi i kësaj begatie dhe dhuntie që Allahu në përmes pejgamberëve të tij e zbriste në tokë. Salavatet dhe selame qofshin mbi këtë burr, mbi familjet e tij të pastër të ndershme, mbi shokët e tij fisnik dhe të sinqert dhe mbi gjithë besimtarët që ndjekin rrugën e tij, përfshi edhe ne deri në ditën e gjykimit. Jemi në rrëfimet kuranore, të cilat flasin për Salihun alayhis salam dhe ballafaqimin e tij me popullin e tij, popullin Themud. Momente historike nga jeta e tyre fisnike, ku ne si besimtar të shekullit 15 sipas hijretit vazhdojmë të nxjerrim mësime dhe porosi të rëndësishme që me to i gdhendim në kokat dhe në zemrat tona të vërtetat e pamohueshme fetare që kanë të bëjnë me besimin islam, dhe marrim mësime dhe porosi që na ndihmojnë në shërbimin e kësaj feje në këtë kohë dhe në ballafaqimin me popujt besimtar dhe jo besimtar në këtë kohë. Përmendëm në pjesën e fundit të mësimeve se populli Salihut alayhis salam, populli Themud, kishte ushqyer shpresa të mëdha në këtë njeri. Ata pritinin që ky djalosh, ky njeri i fisit të tyre të bëhet njeri i madh tek ata. Por sipas bot kuptimeve të tyre, për ta mbrojtur status quo-n e tyre, atë gjendjen aktuale të cilën jetojnë ata, idhujtarin që ishte baza e ideologjisë të tyre dhe gjëra shoqëruese të tyre. Por njerëzit duan diçka e Allahu don diçka tjetër. E ajo që don Allahu bëhet, jo ajo që duan njerëzit. Sepse kjo është rregull gjeneral, se ajo që don Allahu Dhul Xhelal ndodh edhe bëhet. Wallahu fa'alun lima yurid. Allahu është ai i cili e zbaton tërësisht atë që atë dëshiron. E njerëzit jo çdo herë i arrin qëllimet e tyre ose përmbushen e dëshirave të tyre. Këta idhujtarët e popullit Themud donin që ky të jetë lideri i arshëm i tyre. Edhe sot e kësaj dite partitë politike,
grupet ideologjike, shkollat e ndryshme filozofike, hapin dyert e kurseve, hapin dyert e shkollave, akademive, për të nxjerrë brezin e arshëm. Ata që kanë me vazhdu me politikat e tyre, me ideologjitë e tyre, me filozofitë e tyre. Në kohën e komunizmit, një pjesë e madhe këtu që jeni nuk e dini se keni mëri, ka qenë një shkollë e njohur, quheshte shkolla e Kumrovecit. Është një qytet në Serbi, Kumrovac, edhe aty kishin hap një shkollë të edukimit për komunistat e ri. Edhe më të mirët e vendeve të ish Jugosllavisë i mbledhnin edhe i çonin atje në shkollim, në trajnim, në përgatitje, liderët e arshëm të komunizmit. Edhe kush e vijon të atë shkollë në atë kohë, kishte perspektiv. Dijeshte se ai të ardhmen ka me pas pozitë të lakmueshme në shoqërinë ku ai ka me jetu. Pas komunizmit u hapën do universitete edhe do akademi ku mblidheshin më të mirët e popullit, e vendit, edhe dërgoheshin atje si bursista. Hala kjo vazhdon, e i çojnë e i shkollojnë për t'i bërë lider të arshëm të demokracisë, të ideologjive perëndimore. I marrin, i trajnojnë, i shkollojnë, i mësojnë, i takojnë me figurat mëdhaja të botës perëndimore, marrin trajnime, marrin ligjërata prej tyre, edhe ata njëjtë do thot parashifet që në momentin kur ata i kryejnë shkollimet e tyre, këto trajnime të kthehen si lider në vendet e tyre. Edhe një pjesë e madhe e figurave të caktuara politike që sot janë në Ballkan, janë njerëz që kanë dalë për këtyre shkollave. Edhe kjo vazhdon, secila ideologji, secila filozofi investon në brezin e arshëm dhe i përgatit ata që të vazhdojnë filozofin edhe ideologjinë e tyre. Parashohet pyetja ne muslimanat. Ne sa punojmë për të bardhë këtë fe të brezat që vinë pas. Sistemi i edukimit dhe i arsimimit të muslimanëve është tjetër. Fillon nga brezi familjar musliman, ku familjet muslimane dëshirojnë dhe insistojnë që fëmijët e tyre, që nga vegjelia e tyre, që nga momenti kur ata fillojnë me kuptu, fillojnë me mësu, fillojnë me lezu, klasa e parë, klasa e dytë, klasa e tretë, 4 e 5 në këtë mosh, i çojnë në mejtepe. Edhe fëmijët fillojnë mi marë bazamentet e fesë në për këto shkolla fetare, që quheshin edhe quhen akoma mejtepe, i marrin hapat e parë mbi fen, arsimohen fetarisht, mësojnë leximin e Kur'anit, rregullat bazike të Islamit, besimit Islam, abdest e namaz e kështu me radhë. Që pastaj kur vinë në përfundimin e shkollës fillore, ata të vijojnë kurse tjera më intenzive, e kur vinë në shkollat e mesme, dikush për tyve shkon në medrese, e dikush shkollat mesme të përgjeshme, po përsëri duke shoqëru në përkurse të ndryshme intenzive, derisa kur vinë fakultet, veç mo ata, krahas diturive dhe shkencave që kanë marrë edhe informata dituri fetare. Edhe andaj edukimi i brezave të arshëm fillon tek muslimanët që nga mosha fëminore. Por duhet vazhdohet, duhet të rritet intensiteti, edhe duhet të shtohen kapacitetet. Nëse në kohën e komunizmit, këtu te na në Maqedoni, konkretisht në Shkup, mejtepet kanë punu me gjithë presionin që është bën hoxhallarëve, sot në këtë mundësi që e kemi, intensiteti i aktiviteteve tona duhet të rritet në aspektin e volumit, sasisë.
Por përveç kësaj, ajo që është më rëndësi me e theksu, është që përveç intenzitetit të volumit, të sasisë, duhet të rritet edhe intenziteti, sasia e kualitetit, cilësia e arsimimit të fëmijëve tonë, që ata të marrin arsim fetar cilësor, i cili është burimor e para, dhe dyta është e artikuluar në atë mënyrë që e zgjon vëmendjen e tyre dhe e rrit kapacitetin intelektual të tyre dhe i bën ata të përgatitur që të ballafaqohen me sfidat e kohës në të cilën kanë mjetuar ata. E këtu normalisht çdo herë ngelet hapësira e madhe për me dhënë kontribut për më urit edhe sasia, volumi i angazhimeve, po edhe cilësia, kualiteti, duke pas parasysh zhvillimin e madh që ndodh në mejdanin e teknologjisë dhe në mënyrat e artikulimit ose komunikimit masiv, që tani veçmo është e pranishme tek të gjithë njerëzit, jo vetëm një shtesë e caktuar, por çdo kush që nga fëmia i cili është 2-3 vjeçar deri te plaku ka qasje në komunikimin masiv. Dhe për këtë arsye, na duhet me vazhdue intensitetin, duhet me rrit kualitetin dhe duhet vazhdimisht të kujdesemi për veten tonë, për gratë tona, për fëmijët e tonë, që edhe ata të arsimohen fetarisht dhe të përgatiten për kohën që kanë me jetu. Tani, edhe populli Themud kishte planifikuar që Salihu të jetë ardhmëria e këtij popullit, dhe normalisht kjo nuk ndodhi, dhe ata u zhgënjyn keq, sepse ata donin diçka e Allahu donte diçka tjetër, e ndodhi ajo që kishte dashur Allahu Dhu Xhelal. Salihu a.s. i cili u rit në mesin e tyre dhe kishte një rritje të begatshme, e njefshin nga afër, mendonin se ky ka kapacitetet mjaftueshme psikofizike për me qenë një lider i tyre. Andaj shpresuan me të madhe se ky i përmbush ato kushte dhe kritere dhe se do të për një kohë shumë të shkurt dhe i ngelet udhëheqësia e këtij popullit në sferën e ideologjisë dhe filozofisë, në përhapjen e idhujtarisë tek ky njeri. Mirë po, Allahu Dhul Xhelal e zgjodhi këtë njeri që në zemrën e tij të zbret pejgamberin, të zbret mëshirën e pejgamberisë dhe të shpalljes, dhe që të jetë lider i këtij popullit, por jo për të vazhdu atë apati dhe atë letargji në cilën gjindeshin ata me idhujtarinë e tyre, por të ndryshon krejtësisht bot kuptimet atij popullit edhe atyre njerëzve, duke e promovuar monoteizmin, tauhidin, si besim të domosdoshëm për shpëtim dhe për përparim, për shpëtim në ahiret dhe për përparim në dynjë. Dhe se për kushteve kryesore që duheshte t'i plotson populli i tij ishte të shmanget nga adhurimi i idhujve, i statujave, dhe se vazhdimi në këtë avaz të tyre shumë shpejt do e sjell shkatrimin e tyre, hidhrimin e Zotit dhe ndëshkimin e tij subhanahu wa ta'ala. Dhe normalisht ky ndryshim radikal tek Salihu a.s. nuk i pëlqeu popullit Themud. U habitën, ishte e papritshme, ishte e befasueshme ajo që ndodhi, se këta kishin investu shumë te ky njeri, e ndodhi krejtësisht e kundërta. Edhe kjo edhe tash ndodh shpesh herë. Ajo që e thash, ato shkollat e ndryshme ideologjike dhe filozofike shpesh herë investojnë shumë që më të mirët e një popullit, më të aftë e një vendit, t'i bëjnë misionarët e tyre, t'i bëjnë liderët e arshëm të popujve
ku ata synojnë sundimin e tyre. Mirë po shpesh ndodhe kundërta. Mua ata që këta i përgatisin me qenë misionarë të tyre, në ndërkohë ata kthehen në edukatën familjare, kthehen në të hapat e parë të mektebit, kthehen në atë edukatën fillestare që kishte marrë në xhami, dhe ai iman, edhe ajo dashni e Zotit, edhe ajo edukatë fetare dominon te ky njeri edhe e kthen këtë mbrapa. Dhe nuk e lejon ky besim që gjendet brenda zemrës së tij që të bëhet tradhtar i këtij besimit apo kundërshtar i këtyre parimeve. Dhe ai me gjithë atij trajnimit dhe atij shkollimit kthehet në njeri besimtar i devotshëm, i cili ato mësime i shfrytëzon për me shërbi popullin e tij, po pa ja prek bazat e besimit të tij. Dhe populli i Salihut alayhis salam, kur e pan këtë ndryshim, e morën Salihun alayhis salam dhe e ballavaquan me atë që ata kishin prit për ti. Dhe i than, ja Salihu, kad kunte fina marjuan qabla hadha. O Salih, na kishim shpresat mëdhaja tek ti para këtij momentit. Çka u bë? Çka ndodhi me ty? Si ndryshove? Pse ndryshove? Na i priqi këtë planet. Na kishim martu strategji. E këta ajo ishte ndërtuar mbi, do thot, afrimin tan tek na, bërjen tënde lideri kësaj strategjie. E ti ndryshove, andaj ne i prishe neve shpresat edhe planet tona. Ishte këndvështrim i gjahiljetit, të cilin ata e treguan, dhe insistimi tyre që të vazhdon Salihu a.s. të promovon idhujtarin si botkuptim të shëndosh, si ideologji dominante, normalisht se ishte gabimi fatal që kishte bërë populli i Themudit, dhe njëjtën gjë e bëjnë edhe sot këtë ideologjit e botës. Ato të lindjes së largët dhe ato të perëndimit të afër dhe të largët. Këtë bota lufton për të ofruar ideologjinë e vet si ideologji dominante. Qoftë perëndimi me kapitalizmin dhe demokracinë, të cilën e ka të stolisur me pjesë të krishterimit, apo lindja e ish bashkimit sovjetik e Republikës Federative Ruse, ku mundohet ortodoksizmin e vet të promovon si forcë që duhet të respektohet edhe duhet të nderohet dhe duhet të ketë llogari se nuk është një forcë e vogël edhe e dopt, po edhe Kina me zhvillimin e madh ekonomik mundohet me ofru ideologjit e veta komuniste si ideologji të rëndësishme që duhet respektohen, madje në kohën e fundit edhe India si forcë e cila është forcë me numër të madh të banorëve. Ku për tani India është shteti më i madh në botë me 1.300.000.000 banor. Edhe ajo mundohet të ofrohet si forcë relevante që duhet të respektohet si shtet dhe si ideologji, megjithse idhujtaria e tyre është aq e ult, aq e pa kuptimt, aq e pa vlefshme, sa që s'ka nevojë me qenë njeriu i mençur me demantu. Mirë po, ata insistojnë në idhujtarinë e tyre dhe mundohen me çdo kusht me u tregu si forcë e cila duhet respektohet. Normalisht, këtë forca në botë, që sot e kanë një garë mes vete, armikun kryesor dhe të vetëm e kanë Islami dhe muslimanët. Pse? Sepse vetëm Islami si fe është e denjë, është e fuqishme, jo vetëm për t'i demantu këta, por edhe i sfidon brenda popujve dhe shteteve të tyre. Nuk urin vetëm karshi, po hinë mrena në palcë, po hinë mrena në damar. Andaj edhe në perëndimin
demokratik, edhe në brenda Rusisë edhe Republikave Federative Ruse, edhe në Indi, edhe në Kinë, Islami depërton tek individ intelektualisht të ngritur, individet që kërkojnë të vërtetën, individet që lexojnë, individet që analizojnë, individet që mendojnë dhe krahasojnë, edhe andaj Islami si fe është në rritje e sipër. Numerikisht dhe statistikisht, për dy arsye, dhe këtë kemi treguar shpeshherë, e para për shkak të rritjes së natalitetit tek muslimanët, për shkak të rregullave të begatshme të Islamit që e mbrojnë sojin njerëzor, dhe e dyta për shkak të numrit të madh të jo muslimanëve që pranojnë Islamin. Dhe që me gjithë luftës e egër që bëhet ndaj Islamit, ky numër nuk ka shku të rap, veç ka shku të urit. Paramendo, nëse edhe na muslimanët, na që jemi këtu në xhami dhe këtë umet Islam, të ishim kohën edhe ma mobil, ma të lëvishëm në fushën e davetit. Kishmi bo ma shumë davet na. Edhe heshtu razi me sjelljet tona, po edhe zëshëm me këshillat dhe fjalimet tona. Qa kishte me ndodhë? Ishte shumë fishu numri i jo muslimanëve që pranojnë Islamin. Edhe ky trend i rritjes do të shtohej në përqindje dhe ma shumë. Mirë po fatkeqësisht, umeti Islam shpeshherë për shumë arsye nuk e luan rolin e vet. E para për shkak ignorancës që kanë muslimanë mbi fenë e vet. Kjo është problemi më i madh. Halat i ki brenda 2 miliardë e 200 milion muslimanëve, plot musliman ignorant mbi fenë e vet. Pastaj problemi tjetër është grindja e muslimanëve mes vete. Luftat vllavrase brenda muslimanëve, që në këto 4 dekadë të fundit kena pa shpesh ndodhin. Edhe si shtete, edhe si organizimet muslimanëve. Hala musliman nuk kanë arrit pjekurin që mos marrëveshjet mes tyre të debatojnë akademikisht dhe të këshillohen sinqerisht dhe të mos bëhen shkak këto mos marrëveshje mes tyre që të vriten mes vete ose të bashkëpunojnë me armiqtë e Islamit kundër njëri tjetrit. Fatkeqësisht, këto shembuj domodin në këto dekada të fundit janë përsëritur shpesh. Andaj, kur vriten muslimanët mes vete dhe grinden mes vete, ose qeverisen prej pushtetarëve zullëmqar, diktatorial, ku ata që thrasin në fenë Allahut i burgosin, edhe i pengojnë nga zhvillimi i aktiviteteve të davetit, atër normalisht si njerëzit do shikojnë të shpëtojnë kokën e tyre, e nuk e kanë mendja ose nuk kanë mundësi për të u angazhu në dava. Edhe kjo është problemi i dytë. Problemi i tretë është mashtrimi me jetën luksoze. Shumica e xhallarëve, davetxhive, edhe muslimanëve në përgjithësi, synojnë, veprojnë, vrapojnë që të rregullojnë statusin ekonomik këtë botë, statusin social, që të kenë kushtet jetesës të mira, që të mos ju mungoje asgjë për të mirat së botës. Në planifikimet kryesore janë standardi ekonomik, të ardhunat, buxheti familjar, mundësitë e mira ekonomike, shëtitja, veshmbathja, ushqimi. Këto janë preokupimet kryesore të shumicës e muslimanëve sot. Dëfrimi dhe argëtimi. Një pakicë shumë e vogël është ajo që e synon ahiretin. Edhe mundohet që këtë kushtet e kësaj bote të shfryzon për të ngritë pozitën e tij në ahiret. Andaj thotë Sheikh Ibn Uthaymin rahimahullahu taala, për suneteve të harruara është që çdo herë që na mashtron neve dynjaja, me thonë lebejk Allahumma innal isha al-akhirah. Të përgjigjem o Allah ty, se me të vërtet jeta e vërtet është jeta e ahiretit. Me këshillu vetveten. Momentin që na mashtrohemi me të mirat e kësaj bote dhe synojmë me rrit standardin tonë ekonomik, me ja thon vetes o musliman, o Hasan, o Isen, o Bekir. Jeta e vërtet është jeta e ahiretit, mos u mashtro me këtë dynjë.
Se shumë shpejt ki me lanë, shumë shpejt ki me braktis, dhe asgjë për të mirat e kësaj bote s'ke me marë. Andaj kuptoje se jeta e vërtet është jeta e ahiretit, për atje përgatitu, për atje puno, që atje ta kesh marrë dhe mirë. E për këtë arsye, sot mungon daveti dhe mungon sakrifica dhe mungon ndryshimi. Ju e dini shumë mirë se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë: Men kana minkum yastatiu an yamuta fil madinati falyamut fiha. Kushdo për juve që ka mundësi me vdek në Medinë, le të vdes në Medinë, ka thonë sahabëve pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Realisht i kanë nxit sahabët me vdek në Medinë për shkak se është vend i mirë, edhe vdekja në të është vdekje e mirë. Mirë, po shumica e sahabëve s'kan vdek në Medinë. Shumica e sahabëve kanë vdek anë e mbar në botës, prej në Kinë e deri në Afrikën e Veriut, e deri në hyrjet e Evropës. Shumica e sahabëve kanë vdek në vende të ndryshme të botës, e kanë braktis Medinën, e kanë lënë familjen, e kanë lënë atë vend bekum, pse për me përhap islamin anë e mbar në botës. Edhe atë jo vetëm me dituri e me davet, po së bashku me angazhimin intelektual, e kanë pas edhe angazhimin fizik, e kanë pas edhe gjihadin. Edhe andaj kanë shku me qindra dhe mija kilometra, edhe janë vra atje ku kanë shku, në ato beteja që i kanë zhvillu, me përcjell, me përqu fjallën Allahu të Gjelal. Ebu Ejub el-Ansariu radiallahu anhu ishte plak i moshum, edhe kur nisën ushtria muslimane në kohën e Muaviut radiallahu anhu me ardh me shiru Istanbulin, tha dhe unë e du me ardh me juve. Po ti je plak, ku shkon? S'mundesh me net kali, ndeve, larg është, me 1000 kilometra, nuk mundesh. Ka thonë unë du me shku atje, me dhonë kontributin tem. Plak. Edhe vjen në murët e Istanbulit e Konstantinopojës në atë kohë, në shtetërrëthimin e parë që ja bëjnë Konstantinopojës, një kohë gjatë, sepse kalaja ka qenë e fortë, tash e keni pa atë murët e kalas të Konstantinopojës së vjetër, ka qenë shumë vështirë me depërtu, kanë nejt aty me javë me muj, derisa i vjen vdekja Ebu Ejub el-Ansariut radiallahu anhu, edhe vdes në rreth e përqark, rreth mureve të kalas e Konstantinopojës në atë kohë. Edhe prej asaj kohe deri sot është varri i tij tani në Istanbul, në Sultan Ejub që quhet lagja e Istanbulit. Plakë konë. Jo i në shumë matëri se sa Ebu Ejub el-Ansariu. Ama dhe ju nuk të keni lanë pleshnik, keni me shku me botë gjatë. Se ta është një të ri, një mashtru mas dënjas, mas qefeve të sej bote, e keni të këtë të bëni ka 70 vjetë, atëre zatën edhe me vdek, plak i je. Ama Ebu Ejub el-Ansariu vazhdimisht ka qenë gjihad, po edhe në pleshnis është dërzu. Edhe në pleshnis është dërzu. Me gjithë se nave këna kalzu vllaznive se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam 25 betejat e tij i ka bo, mas i ka po 55 vjet. Në beteja e parë e Bedrit vitin e dytë i ka pas 55 vjet. Mas i ka bo 55 vjet, 25 beteja i ka bo. Për datë që i keni bo ka 50 vjet, e kujtoni që jeni të pa aftë me bo diçka. I duket vetja se keni bo, keni bo. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam 55 vjet e nëzja ka nis. Apo nina Xhi Mustafa. E çto vllazni? Feja lip seriozitet. Edhe kontribut deri në fund. Mos mu nal, mos mu dorëzu. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin. Adhuri Allahun tan deri sa të vjen vdekja, deri në momentin e fundit. Edhe andaj umeti islam të kalumen kur ishin trima e të guximshëm e sakrifikues lulëzon të islami.
Për hapa janë e mban botës islami. E sot për shkak se na jemi mashtruar me të mirët e kësaj bote, edhe vrapojmë mas grumbullimit pasurisë e dëfrimit e argëtimit, nuk kena mundësi me ndiku për me bo ndryshimet më dhaja. Se ndryshimet kërkojnë sakrificë. Momenti që ummeti islam nuk e jep sakrificën e duhur, Allahu nuk jep fitore të madhe. Kjo është liq, që është dëshmu mbrenda mia viteve. Si pas sakrificës, vjen edhe rezultati. Si pas punës, vjen edhe suksesi. Kjo është matematikë shumë e qartë. Se cili që punon, këtë punë e din. Edhe për dunjon. E mos flasim për ahiret. Për dunjon, kush punon, sa të punon, fiton. Ne kena këtu do vllazni që punën, mirën me punë fizike të përditshme, edhe ata vetë neve na kallëzojnë vazhdimisht. Vallave hoç ashtu është. Për një me, kur punon, ja e hakun, e bën mirë, i rigati punës, ki punë me të mythme. Sa të dush. Do nuk ankohesh pse s'ka punë, po ankohesh se s'po mundesh me mri. Paramendo nëse na po aq punojmë për din, për ahiret. A kime metin njerë pa punë ku njerë? Kime pas punë sa të dush, edhe s'kime mujtë me mrimi së sket, sa ka mundësi me bo. Edhe andaj, do thot, problemi ma i madh i umetit islam është më kjo sot, sepse mungon entuziazmi edhe vullneti, kemi një lloj dëshpërimi, një lloj zhgënjimi, një lloj humbje besimi në premtimet e Allahut xhalal, Allahu na ruaj. Se kjo më është shon ka kufri edhe me humb besimin në premtimin e Allahut. Ama këto janë ditët që rrotullohen në umetin islam. Herë ka ditë bardha, e herë ka ditë zeza. Herë ka ditë fitore, e herë ka ditë humbjeje. Herë ka ditë suksesi, herë ka ditë dështimi. Kështu është. Tilka al-ayyamu nudawiluha bayna an-nas. Janë ditë që na i shkëmbejmë mes njerëzve. Edhe kjo ka me vazhdu si liq, sepse nëpërmes këtyre ndryshimeve të rrethonave ndodh testimi jon. Sepse kur është Islami i mirëpritur nga të tjerët për shkak të matematikave që kanë mes vete, edhe ti bosh musliman i mirë i devotshëm, s'kiku një farë presioni, atë shtohet numri i namazlive besimtarve, pse është trend me kon musliman. Momenti që i bëhet presion islamit dhe muslimanëve, akuza, fabrikime, probleme, vështirësi, atë fillon mu zvoglu numri i praktikanëve musliman. Edhe kjo është cilësi e munafikëve. Kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, munafikët kur e shefshin Muhamedit sallallahu alaihi wasallam të fitue, të triumfue, shkojshin me ta. Kur e shefshin se po i vështirësohet jeta, po ka turistni e presione, largoheshin prej tij, ju afroheshin tek mushrikët. Edhe sot fatkeqësisht ka disa njerëz që i thënë vetes musliman, që e matin e sapin. Momentin që Islami është i lehtë, i pranueshëm, është trend, hin me musliman përzihen. Momentin që e shef se jo ka në valla vështirë, pas ka pasoja, pas ka probleme, largohen prej xhamijave, largohen prej xhamateve, largohen prej punëve të mira. E kjo ndodh përveç tjerave edhe për këtë arsye, që secili prej neve me pa të vërtetën e vet, me pa realitetin e tij, me pa çka është mrena, është për një me altan, apo është i kamuflum, apo është qymyr, çfarë dzehe, çfarë materie është ai brenda vetes së tij. Allahu na e forcoft këmbët në hak, edhe na boft krenar me këtë islam të gjitha kohrat, edhe situatët edhe rrethonat. Dhe na boft prioritetin më të madh të jetës tonë, fitimin e kënaqësisë së Allahut dhul xhelal. E mos na mashtroft Allahu me të mirat e kësaj bote. Sepse kur gjohën për të mirat e kësaj bote nuk është e përhershme. As nuk t'jep kënaqësinë siç të jep kënaqësinë adhurimi i Allahut subhanahu wa taala. Andaj kështu sot bota ka ardhur këtë drejtë për shkak
të mungesës së kontributit të umetit islam në shërbimin e islamit si fe. Megjithatë, elhamdulillah, edhe këta boshtet botës, të boshte kryesore, boshti perëndimor me ideologjinë e vet, boshti i republikave ruse me ideologjinë e vet, Kina me ideologjinë e vet, India me ideologjinë e vet, përsëri armikun kryesor e kanë islamin, për shkak të fuqisë që ka islami me depërtu brenda tyre dhe me i sfidu ato ideologji, bile edhe me i demontu. Dhe kështu ka me ndodhë, përplasja ka me vazhdu, njerë ka me qenë me djaftën, njerë me të majtën, njerë me qendrën, njerë me atë për para, njerë me atë për mas, mirë po islami ka me vazhdu me qenë i gjallë, me qenë i fuqishëm, edhe me qenë sfidues në të gjitha kohrat, deri sa të ketë jetë mbi këtë tokë, si që kena përmenë shpeshherë. E tani, do thot, kur e shfaqën populli Themud zhgënjimin e tyre me atë që e bëri Salihu a.s. U tha, i thanë Salihut a.s. wa innana lefi shakkin mimma tad'una ilayhi murib. Na të përgatitëm ti me qenë lideri jon, thirrës në idhujtari, mbrojtës i ideologjisë së vendit ku na jetojmë. Ti po na kundërshton. Ti nuk pranon këtë ofertë që ta japim ty. Ne i kemi dyshime të mëdha në këtë ofertën tonë që ti e jep. I thanë, innena, me të vërtet, ne lefi shakkin, kemi dyshimet mëdha, mimma tad'una ilayhi, në atë që na thret ti. Dyshimet tona janë shumë të mëdha se ti nuk je i sinqert në këtë që na ofron, që ti nuk je i qartë në këtë që na ofron, se ti ki prapavi në kundërshtimin që na e bën neve. E pastaj Salihu a.s. ju përgjigj atyre dhe ju tha, qale ja qaum ara'aytum in kuntu ala bayyinatin min rabbi wa atani minhu rahmatan faman yansuruni min Allahi in asaytuhu fama tazidunani ghayra takhsir. E tha Salihu a.s. o popull, çka mendoni ju nëse unë kam argumentet të qarta nga Zoti im për këtë që thras edhe flas, për mëshirën që ma ka dhënë Zoti im, kam argumentet, nuk flas kot, jam i bindur se kjo është e vërteta absolute, dhe se ajo që ju në cilën jeni është e kot, dhe se kjo që ma ka dhënë Zoti është mëshirë për mua dhe për atë që e ndjekin këtë vërtet. Hani, kjo është pikpamja ime. Tani, nëse unë e bona si ju, femen yansuruni min Allahi nasfitu. Kush ka mundësi me ndihmu karshi Zotit, nëse unë dal edhe revelohem karshi ti? Allahu më zgjodhi, më dha fakt argumente, më dha mëshirë. Tash ju po thoni, hajde bëu i pari jon, vazhdo me idhujtarin ton. Nëse unë e refuzoj këtë kërkesë Zotit, këtë përzgjedhje Zotit, edhe bona si ju, kush ka mundësi me ndihmu mu karshi Zotit? Andaj u tha në fund, fema tazidunani ghayra takhsir. Jo kur një fardime s'muni me mdon. Jo veç muni me mashtu humbjen. Edhe kjo është e vërtetë, subhanallah. Sot na muslimanët këtë gjuhë duhet me promovu. Botës së kufrit, me të gjitha llojet e veta, me i thonë, ju çka ofroni vetëm kënaqësi kësaj bote. Ju edhe kënaqësinë e kësaj bote që ofroni është materiale, edhe është momentale, edhe është edhe fillimi, edhe fundi i idhët i asaj kënaqësie. Andaj, s'mundeni me më ofru asgjë serioze, asgjë të vërtet. Atë që na ofron Islami neve,
është argument I qartë që e bind mendjen e shëndosh dhe është mëshirë e cila e kënaq shpirtin edhe zemrën e vërtet. Andaj, na duhet me qenë bindshëm edhe qartë me të tjerët me thonë, unë jam I kënaqur me Islamin si fe, edhe vazhdoj me ja ofru botës si zgjidhje për problemet që ka. Dhe jam I bindur se vetëm në Islam ka zgjidhje, dhe se këtë mohabete tjera janë të kota. Edhe se ato janë dëmshme për këtë njerëzit. Edhe këtu dhe shesh e përsia Islamit dhe muslimanve, që shpëtimin nuk e majnë veç për vete, për ja ofrojnë këtë botës. E këtu del altruizmi tyre në shesh, se u adojnë këtë njerëzve të mirën. Edhe mundohen me iftu ata në Islam për me shpëtu ata. Nga shkatrimi që u ka ardhë këtë botë, nga degradimi moral, edhe ajo që I pret pas vdekjes dënimi dhëmshëm në ahiret. Andaj, Salihu a.s. ishte I bindur në argumentet e Zotit, kishte bindje të paluhatshme, edhe kishte kritere të sakta të vlerësimit. E kjo është ajo që ta e feja o vllazni. Argumentin e qartë edhe peshoren e saktë. Andaj, kur e kupton një musliman sot fen mirë, ai ka plot argumente për besimin e vet dhe peshorja e tij, kriteret që ai I përdor për gjykimin e situatave janë të sakta. Edhe peshorja është e saktë. Edhe andaj të gjitha përballjet, të gjitha ballafaqimet del muslimani triumfus. Atëherë kur e njeh fen, atëherë kur I ka argumentet me vete, atëherë kur e ka kuptuar metodologjinë e Islamit se si I gjykon fenomenet. Pak një musliman I thjesht I rëndom me mendu mbi rregullat e Islamit në start bot, do thot edhe me një doktor shkence jo musliman me bisedu, është në avantazh. Se Islami ka plot argumente edhe ka metodologji të shëndosh që ta jep me të cilën ti e demanton secili njeri. Këtë e puna e familjes që është qeliza bazë, që është mekanizmi më I natyrshëm të cilin na ofron Islami për ta zhvilluar llojin njerëzor mbi këtë tokë. Asnjë filozofi dhe doktrinë, fetare dhe jo fetare, jashtë e Islamit nuk e ka kujdesin për këtë qelizë bazë kurse e ka Islami. Dhe andaj Salihu a.s. ishte I vendost dhe insistoi kemi ja tregu popullit vet se ka plot fakte dhe argumente nga Zoti I tij për këtë fe, se bindja e tij është e plot e paluhatshme dhe se ai është I bindur se është në vërtetën absolute dhe se ata janë të kotë. Kjo shumë është mëndësia dhe sot na me pas qartë. Se Islami është e vërteta absolute dhe këtë që është jashtë e Islamit është e kotë absolute. Mos me hutu në thonë valla, bëma ki edhe ata e kanë mirë. Bëma ki edhe ata kanë diçka të mirë. Na po flasim për parimet ideologjike, për parimet e besimit, po flasim për teknika momentale. Për shembull, kur folim në përparimet e fesë, do thënë infrastrukturën e kanë të mirë. Po, e kanë të mirë. Po s'është mohabet në infrastrukturës. Po rrugët I kanë të pastra, po është e vërtetë rrugët I kanë pastra, po si mi të folë na për pastërtinë e rrugëve. Na të folë për parimet e bot kuptimit të jetës. Për shembull te na muslimanët, sapo ju them, asnjëherë nuk I lejohet askujt eutanazia. Vendimi për me e mbyt veten me injekcion ose me hek aparatet. Në Islam nuk lejohet. Në shumicën e shteteve perëndimore kanë bë, domethënë legale. Kështu të na edhe njeri smut ka vlerë. Ani sa është I palevishëm, ani sa është për momentin I padobishëm, të në përdesa është njeri është shumë I madh. Edhe nuk kemi të drejtë na me hek aparatet apo me dhon injekcionin me myt. Sa të ka jetë, 5 vjet, 10 vjet, 20 vjet, pse se ka raste ku njerëzit 20 vjet kanë, mas 20 vjetve u ka çu. Domethënë, njeriu nuk jeton pi aparatit,
as nuk vdes për injekcionit, po jeton apo vdes me ymrin që ka caktuar Allah. E atë na nuk e di, andaj themi letne në aparat, se nëse ka ymër, qohet, po s'ka ymër, vdes edhe në aparat duke qenë. Edhe ashtu ka ndodhur. E kjo është e përsia e Islamit, që ruan çdo njeri, e jep vlerën edhe atij smutit e mos flasin për atë çnoshin. Për atë shkak do kur neve na akuzojnë se muslimanët janë gjakpirës e gjakdellës, dhe kjo është e vërtetë. Se këtë luftat e muslimanëve në botë, numri i viktimave është më i vogël i mundshëm në historinë e njerëzimit. Këtë betejat që nga Ademi alayhis salam deri sot, aty ku kanë luftuar muslimanët, numri i viktimave kanë më i vogël se gjitha betejat tjera që janë në botë. Edhe s'mundën me folë sot, sidomos sot Perëndimi ose bota e më akuzoj Islamin se është gjakpirës, kur këtë lufta që kanë bërë ata kanë me 10 miliona viktima e shkatrime masive. Ata mas pak i kanë drejtë sot mi ka akuzuar muslimanët për një gjë të tillë. Ama jemi dopt, s'kemi guxim, nuk i themi sende troç para syve tëmve, edhe vazhdojmë na mundi si fajtor me ul kokën, e ata me vazhdu me na akuzu pa drejt, a zullumin edhe të keqen që e kanë bërë ata, sidomos në 3 shekujt e fundit, jo veç ndaj muslimanëve, por këtë ku kanë shku kanë bërë zullum. Kanë shku në Amerikë, i kanë djeg banorët e vendit, indogjenat. Kanë shku në Indi, i kanë shkatru banorët e Indis. Kudo që kanë shku? Kanë shku Afrikën e Veriut, kanë shkatru Afrikën. Ku kanë shku, kanë shkatru. Edhe ata kanë drejtë me folë me akuzu. Mirë po, se tash na jemi dopt, ata janë të fortë, edhe ata çka dojnë thënë edhe folin, mirë po, fatmirësisht edhe atje mo nuk është si ka qenë përpara, se edhe prej tyre ka njerëzit sinqert, janë njerëzit me ndjek thellët, edhe i thënë gjanat ashtu si janë. Edhe tregojnë domethënë se ajo që e kanë bërë të kaluamën dhe e bëjnë, faktikisht është shkatrim, nuk është ndërtim. Normalisht se Allahu Dhul Xhelal i ka dhënë atij argumente, i ka dhënë mëshirën e pejgamberisë dhe shpalljes, e ky masi ka këtë bindje, këto fakte, këto argumente, nuk e ka fuqinë dhe guximin me kundërshtu, si me refuzu këtë argument e si me refuzu këtë mëshirë të Zotit Dhul Xhelal. Edhe ajo që është gjithashtu shumë e rëndësishme përmend, se Salihu alayhis salam në këtë rast, kur ishte më një anë bindje e tij, edhe më një anë oferte e tij, me gjithë kërcënimin e me gjithë joshen që e bënin atij, ofertat e ndryshme që jepnin, ai nuk pranoi kompromis këtë. Kjo është shumë e madhe dhe shumë e rëndësishme me kuptu na muslimanë sot. Neve edhe sot musliman u jepet mundësia me bën islam të përzim me bot kuptime jo islame. Bile para do dekadave pa të nxjerrë një term shurokraci. Domethënë mes shuras islame, konsultimit, edhe demokracisë e patëm përpilu një fjali të re, shurokraci. Domethënë me përzi sistemin e konsultimit islam me demokracinë e me i bo bashkë. Edhe kësi në dekadet e kalume ka pas shumë oferta të tilla që me përzi islamin me vlerat demokratike, me parime demokratike dhe me ofru diçka të përbashkat. Po islami nuk pranon asgjë të huaj. O shkon si është, si e ka sjell Zoti, në momentin që përzihet me gjëra të tjera, prishet. Nuk e duron, nuk ka mbijetesë. Përfundon. Dhe këtë qartësi na duhet me pas edhe na si musliman sot, mja të regu njerëzve se na e kemi islamin besim, e kemi islamin fe, e kemi islamin metod jete, e kemi islamin formulirës botkuptimeve tona, edhe si pas islamit na i ofrojmë edhe botës zgjidhje, edhe përgjigje për dilema që ka. Islami është i Zotit, aje ka shpall edhe aje mbron, e jo na është ose ta pranojmë ashtu si është, e të zbatojmë sa të kena mundësi, momenti që na tentojmë me e përzi me gjëra tjera, a islam ka me na kundërshtu neve, ka me na refuzu.
Se s'pranon përzierje me asgjë tjetër. Është ngjyrë që Zoti Dhul Xhelal e ka zbritur këtë tokë dhe njerëzit që ngjyrosen me ngjyrën e Islamit nuk pranojnë ngjyrosje tjetër. Edhe ja ofrojmë këtë ofertë këtë njerëzimit. Kjo është shumë me rëndësi se Salihu alayhis salam i thoshtë atyve, si ka mundësi masi unë jam i bindur se kjo është e vërtet me pranu të kotën tuaj. Si ka mundësi unë me ju respektu juve me idhnu Allahun. E i theke, si ka mundësi unë me pranu të kotën tuaj e me refuzu mëshirën edhe argumentin e Zotit. Ashtu i thime edhe nasët njerëzve. Si ka mundësi na me ilon porosit e Zotit për fjalët e filanit e fistekit. Si ka mundësi na me lon këtë mëshirë të madhe të Allahu Dhul Xhelal për shkak të eksperimenteve që i bëjnë njerëzit me sistemet politike tyre që Allah nuk i kanë përsos, edhe vazhdimisht kanë nevojë për zhvillime, amandamente, plotësime e kështu me radhë. Kurse feja Allahut e plot, pa mangësi, e tëra, tamam e dobishme për gjitha kohrat, edhe për gjitha vendet, edhe për gjitha popujt. Andaj tha femen yansuruni min Allah. Nëse unë e pranoj ofertën tuaj, kush më ndihmon karshi Zotit? Nëse unë rebelohem karshi urdhave të tij, edhe tha femat e ziduneni gajre të khsir, zatën jo, veç humbje të mujni me mashtu, asë një të mirës mujni me mpru. Edhe na du të me pas këtë bindje, këtë akide, ka shtë tjerë me thonë se këtë ju që ka ofroni, veç humbje, ka shtë Zotit në jepni. Asë gjëtë të dobishme dhe të mirë këtë botë, s'mund në ofroni. Këtë e përsi imanore besimtari duhet me pas me sasit të madhe në shpirtin e ti. Edhe ajo duhet me qenë e theksuar në fjalimet e tija. Edhe normalisht pastaj me argumentet e fesë me tregu e përsinë e kësaj feje, edhe me bind botën se veç Islami është zgjidhje për të probleme që i ka. Vazhdojmë debatin që ka Salihu alayhis salam me popullin e tij, inshallah ta ndesë në ashëm, pasi që koha që kishim disponim na përfundoi, tu po ndalemi, duke lutur Allahun e Madhëshëm vazhdimisht që Allahu të na jep ditë të dobishme dhe vepra të mira, na jap sinqeritet në fjalë dhe vepra, dhe ashtu si na ka bashkuar në këtë xhami, Allah i Madhëshëm na bashkon në Jannatul Firdaus në shoqërinë e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, wallahu ta'ala a'lam, wa sallallahu ala Muhammedin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.